Marr shkas nga takimi i djeshëm i kandidates që vjen nga Tirana të Partisë Socialiste, Spiro Pali, Elisa, se ka filluar i shkon bizneseve, i futet në çdo dyqan dhe edhe pa i pyetur, po fundi kështu kanë bërë, këta i kanë hyrë njerëzve edhe në shtëpi apo në biznese. Kandidatët e PD-s nuk janë kundër Partisë Socialiste, deklaroi ajo, por janë kundër Kavajës. Pra ne jemi kundër Kavajës dhe ato janë pro Kavajës. Ne jemi kundër Kavajës, ato i morën Kavajën u i sjellsin. Ne jemi kundër Kavajës, ndërsa ato që janë pro Kavajës i morën hipotekën, i morën elektrikun, i morën gjykatat e zhveshën Kavajën nga çdo institucion që ka ky qytet, dhe sot s'kemi asnjë shërbim qytet, përveç Bashkisë Qytetit. Çdo kush për jush nuk merr asnjë shërbim në qytetin e Kavajës. Dhe këto dashkën Kavajën më shumë se sa ne. Kjo është ti marrësh njerëzit për budallënj, të vish pas 12 vitesh dhe ti kërkosh votë njerëzish, është ti mashtros për së treti dhe të mos i respektosh. Sepse të kërkosh votë në mandatin e 12, premtosh akoma ujin, është mos kesh respekt për këta njerëz, është edhe ti tallesh. Dhe në fund, duhet të them edhe diçka kryeministrit Nikje, se kishte deklaruar ku shkon Elisa, shkon edhe fitoria, se ka ardhur Elisa, tash këtu do vi fitoria. I them Elisës, Partisë Elisës, Edi Ramës, komunistëve, socialistëve, se Kavaja ka lënë gjak demokracinë. Kavaja dhe kavajësit nuk do të japin asnjë votë Partisë Socialiste, do votojnë Sali Berishën, Partinë Demokratike dhe do të sjellin fillimin e këtij vendi. Rreth që ju dhe zoti u bekojnë të gjithëve që kurrë nuk u mërzitet duke mbështetur Partinë Demokratike.